Në ditët e sotme, inteligjenca artificiale po ndryshon rrënjësisht mënyrën se si funksionon bota jon, nga industria dhe teknologjia, te mjekësia, arsimi, ekonomia dhe komunikimi. Këto transformime kërkojnë një qasje të re, më të aftë dhe më të përgatitur për të përballur me sfidat e kohës moderne. Në këtë kuadër, Association of Southeastern Europe Economic Universities, në bashkëpunim me Universitetin e Gjeut në Greqi, organizoi shkollën e 3 dimërore ASECU Youth me temë Teknologjitë e ardhmes dhe inteligjenca artificiale për një ekonomi dhe shoqëri digjitale. Qëllimi i këtij aktiviteti ndërkombëtar ishte të krijojë një hapësirë ku studentët dhe pedagogët nga universitetet e Europës Juglindore të shkëmbejnë njohuri, ide dhe përvoja, duke u përgatitur për një të ardhme të udhëhequr nga teknologjia. Pjesë e kësaj eksperience unike ishin edhe studentët dhe pedagogët e Universitetit e Qrem Çabej të Gjirokastrës, të cilët u përfshin në punë në grup dhe prezantime projektesh me student nga vende të tjera të rajonit. Kishim leksione të ndryshme nga profesor nga shtete të ndryshme, të cilët trajtonin kryesisht impaktin e inteligjencës artificiale në fushat të ndryshme të ekonomisë. Grupi im, ku unë bëra pjesë, për shkak se kishe grupe të ndryshme, të cilat trajtonin impaktin e inteligjencës artificiale, grupi im kishte impaktin e saj mbi mjekësinë. Secili nga neve kishte një temë të ndryshme që e trajtonte. Unë personalisht kisha për datën analitike, edhe ideja është që çdo ditë neve do mësonim diçka të re nga leksionet e ndryshme dhe të premten, që ishte dita e fundit, do prezantonim projektin ton, ku flisnim, përdornim gjithë mënyrat edhe informacionet që morëm nga pedagogët e mëparshëm për të prezantuar në projektin ton. Sigurisht disa leksione flisnin për inteligjencën artificiale, por disa leksione të tjera thjesht na flisnin për aspektet të ndryshme të një biznesi. Për shembull, ishte një për gamification, ku përpiqesh të bësh lojra në kompani për të angazhuar pjesëtarët. Pjesa akademike, pjesëmarrja në këtë organizim të bukur ishte sepse neve përfituam sa më shumë dije në lidhje me AI, që ishte inteligjenca artificiale, dhe se si ndikon në temën që unë kisha, ishte grupi im kishte më saktë, ishte ndikimi i saj në sipërmarrje. Pra neve na bëri të mësonim se si mund të ndikonte në një krijim të planit të biznesit, çfarë ndryshimi kishte ajo nga krijimi i planit të biznesit që mund të bënte një njeri nga një makineri elektronike. Dhe sidomos ndikoi shumë edhe puna në grup që njerëzit bënin me njëri tjetrin, dhe pavarësisht se ishim të shteteve të ndryshme, nuk kishte asnjë ndryshim pasi të gjithë ishin shumë miqësorë dhe të tërë bërën një punë shumë të shkëlqyer. Dhe në fakt si ndikon kjo inteligjenca artificiale, pra, pikërisht? Sipas mendimit tim është e domosdoshme, por që jo në të gjitha rastet, sepse ka gjëra që neve mund t'i bëjmë shumë më mirë vetë, se sa me ndihmën e një pajisje ose me ndihmën e inteligjencës artificiale. Neve mund të nxjerrim shumë mirë në pahë inteligjencën tonë të secilit prej neve, pasi secili është unik në llojin e vet, dhe pse jo, ndoshta edhe me pak fare ndim, por që gjithsesi ideja të jetë e jona personalja. Ishte një nga eksperiencat më të bukura, ku ndërthuleshin dhe mësimdhënia dhe argëtimi. Ne ishim, unë bëja pjesë në një grup me 8 veta, ku ndërta kishte kinez, polak, grek, edhe ne kishim temën e cyber security, edhe rolin e inteligjencës artificiale në jetën e përditshme. Ajo çfarë ne prezantuam aty kishte të bënte pikërisht me transformimin që po pëson në Shqipëri, në vendin tonë, edhe administrata publike përmes përdorimit të inteligjencës artificiale. Ne patëm mundësi që aty të prezantohemi edhe me diellën shqiptare, me asistentën virtuale, e cila tashmë asiston të gjithë qytetarët të cilët kanë nevojë dhe aplikojnë apo kërkojnë të marrin shërbime përmes portalit e Albanias. Kjo ishte një eksperiencë dhe një shkëmbim, jo vetëm në nivel akademik, por ishte një mundësi shumë e mirë edhe për studentët, të cilët
u përfshin në një sër aktivitetesh, por patën edhe mundësinë që të njihen me bashkëmoshatarët e tyre të cilët vinë nga vende të ndryshme dhe nga kultura të ndryshme. Pra, morën dhe dhanë nga eksperienca e tyre. Pra, duke qenë me bashkëmoshatarët, ata kanë mundësi më shumë përfshirje, por të mësojnë, sepse ne tashmë jetojmë në një botë globale ku edhe mundësitë janë të pafundme. Dhe tilla mundësi janë një mundësi shumë e mirë për të gjithë studentët, por edhe pedagogët. Ajo që ka e bëri interesante këtë javë për studentët dhe pedagogët tanë ishte ndërthurja e pjesës akademike me aktivitetet social-kulturore dhe argëtuese, duke ndërtuar miqësi të reja dhe duke përfaqësuar me dinjitet kulturën tonë. Ishim dhe shumë angazhime sociale. Do të kuptohet që ky është një bashkëveprim me universitete të ndryshme, Bullgaria, Turqia, Greqia, dhe kishim mundësinë për të takuar njerëz nga kultura të ndryshme, çka ishte shumë benefituese dhe ishin persona shumë të shoqërueshëm. Përveç asaj, neve kishim sporte të ndryshme, kishim aktivitete të ndryshme dhe kishim dhe party, kishte dhe bar, edhe ishin shumë pjesëtar. Pra, me pak fjalë ishe detyruar të takoje njerëz nga kultura të ndryshme. Ishte një eksperiencë shumë benefituese, jo vetëm nga ana akademike, sigurisht, por edhe nga ana sociale, për shkak se na lejonte të kishim një këndvështrim të ndryshëm mbi shoqëri të ndryshme dhe mënyrën se si ata trajtojnë problemet që neve mund t'i shohim ndryshe. Eksperienca që neve kishim përveç se anës të leksioneve dhe mësimeve dhe çdo gjëje, se ishte shumë ngarkesë e madhe, por kishte edhe bashkimin e të gjitha shteteve të cilat bënin diçka shumë unike, sepse neve bërëm party, bërëm lojra, sidomos u argëtuam shumë përveç stresit që kaluam edhe nga mësimet, sepse nuk ishim mësuar me diçka të tillë, por pavarësisht gjithçka e kaluam shumë bukur edhe çdo gjë ndikoi që edhe neve të krijonim dhe shoqëri më të madhe ose të njiheshim se si njerëzit janë përveç se në Shqipëri edhe në shtete të tjera, se si ata komunikojnë, se çfarë traditash kanë, sepse neve bërëm dhe një panair i cili ishte plot me ushqime dhe gjithashtu na ndihmoi që të njihnim më shumë traditat dhe se çfarë kishte ky vend të veçantë për secilin shtet që aty ishte. Në një ushqim që të pëlqeu? Më pëlqeu shumë nga Turqia ishte baklavaja dhe kadaifi që ishte me pistake dhe kishin një shije shumë të mirë dhe më lanë shumë përshtypje të mirë. Do doje një eksperiencë të tillë ta përjetoje sërish? Sigurisht pse jo, sepse kemi mundësinë për të krijuar më shumë kujtime me njëri tjetrin dhe pse jo të shikojmë më shumë. Ishte shumë e rëndësishme për ne, sepse mësuam rolin e inteligjencës artificiale, që luan në përditshmërinë tonë. Dhe mësova kultura të reja, shkëmbijëm kultura të reja me nxënës të universiteteve të tjera. Nga aktivitetet të tjera që ju bët, çfarë të pëlqeu më tepër, le të themi? Po, ne bërëm aktivitete të ndryshme. Në drek kishim aktivitete sportive, futboll, volejboll, edhe u bashkuam të gjithë bashkë edhe luanim. Si eksperiencë më duk tepër e mirë, do t'i vëja një notë tjetër për arsye sepse që diçka ndryshe nga përditshmëria ose nga eksperiencat e tjera që përjetojmë këtu. Që një aventurë ndryshe. Çfarë vlerëson më tepër në këtë aventurë? Në këtë aventurë më shumë vlerësoj njerëzit të huajt që na rrethonin aty, edhe kulturën e tyre që na mësonin dita ditës. Ishim në Korinth, ishte një vend shumë i veçantë, ishte mes maleve, ishim direkt me natyrën, madje edhe ndërtesa dhe të gjitha ishin të ndërthurura me elementet e natyrës, ndërtesa druri. Kishte pjesëmarrës nga Rumania, nga Armenia, nga Kina, nga Turqia, Greqia po ashtu me universitetet që ishin pjesë. Kishte nga Italia dhe vendet të tjera, se mos haroj dikë tani. Gjithë aktiviteti ishte i organizuar çdo ditë me pjesën e gërshetimit të aktiviteteve duke dhënë profesor të ndryshëm nga universitetet të ndryshme leksione. Gjatë kësaj kohe kishte dhe argëtime, u ndanë të gjithë studentët nga kultura të ndryshme në grupe të ndryshme dhe trajtuan tema të veçanta, punuan për gjatë gjithë javës
përveç pjesës që merrnin dhe leksione në orare të caktuara, kishin edhe punën në grup të cilën e finalizuan ditën e fundit që bërën prezantimin total të secili grup me punimet e veta. Edwina Guga, koordinatore për pjesëmarrjen Asjeku Interschool 2025, e vlerëson si një nga ngjarjet më të rëndësishme akademike për Universitetin e Qrem Çabej. After comparing the two business plans, we come to the conclusion that not only the human-made business plan. Ç'do të thotë kjo pjesëmarrje për Universitetin e Qrem Çabej, pra në këtë Winter School? Tani njëherë me falenderim për interesimin nga na juaj. Unë jam shumë e lumtur në radhë parë që jap përcjell këtë njoftim për universitetin, për pjesë që është një njoftim, është një ngjarje shumë e rëndësishme. Mund të them që është një nga ngjarjet më të rëndësishme akademike të këtij viti të Universitetit të Qrem Çabej, ku 16 studentë, 5 pedagogë morën pjesë tek shkolla dimërore Asjeku. Ne jemi të gjithë të vetëdijshëm që tashmë inteligjenca artificiale po ndikon jetën tonë të përditshme në të gjitha mënyrat. Po ndikon mënyrën se si ne punojmë, mënyrën se si komunikojmë dhe ndërveprojmë me njëri tjetrin, mënyrën se si prodhojmë, mënyrën se si kurohemi, pra të gjitha aspektet e jetës tonë po i ndikon. Pjesëmarrja tek shkolla dimërore me fokus në inteligjencën artificiale dhe teknologjitë e reja digjitale bëri të mundur që pedagogët dhe studentët e këtij universiteti jo vetëm të informohen për ndryshimet më të fundit, por të jenë dhe pjesë aktive e këtyre ndryshimeve më të fundit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë lloj përvojash të themi përjetuan studentët gjatë kësaj jave? Atëherë kjo ishte një javë shumë dinamike, organizatorët kishin bërë një punë të shkëlqyer duke e ndarë të gjitha aktivitetet gjatë ditës në aktivitete akademike, sociale, por edhe aktivitete argëtuese. Java ishte shumë intensive dhe ishte konceptuar në mënyrë perfekte. Studentët morën pjesë në leksione nga profesorë që vinin nga universitete të huaja, të ndryshme, pra pedagogë të ndryshëm dhanë leksione të ndryshme, mbi fusha të ndryshme të aplikimit të inteligjencës artificiale. Studentët u angazhuan në diskutime gjatë tyre leksioneve, më tej ata u ndanë në grupe pune të cilat ishin ndërdisiplinore, pra nuk përfaqësonin një fushë studimi vetëm. Kishim studentë të fakultetit ekonomik, me studentë të infermierisë, të përzier me studentë të mësuesisë e kështu me radhë. Pra ishin grupe ndërdisiplinore dhe ndërkulturore. Një grup i vetëm kishte studentë që vinin nga Shqipëria, nga Ukraina, nga Polonia, nga Turqia, nga Kina, nga Greqia, kishim shumë shtete pjesëmarrëse dhe grupet ishin ndërdisiplinore, sikurse thash, dhe ndërkulturore. Në përfundim, prej studentëve pritej që të zbatonin gjitha dijet që kishin marrë gjatë leksioneve, të përgatisnin një projekt novator, le të themi, dhe ta prezantonin në ditën e fundit, për të cilën sigurisht ata u certifikuan, morën certifikatën dhe ishin pjesë e ceremonisë finale. Edhe më tej, përveç aktivitetit akademik, sigurisht që organizatorët kishin bërë një punë shumë të mirë për të inkorporuar tek agjenda dhe aktivitete sociale, kulturore dhe argëtuese. Një prej netëve ishte nata e lojës, ku ishin organizuar shumë lojra, përsëri me grupe nga të gjithë universitetet. Një ditë tjetër ishte organizuar në formën e ekskursioni, duke na treguar gjithë zonën përreth dhe karakteristikat e rajonit. Të gjitha ditët kishin aktivitete sportive, ku studentët merrin pjesë sipas dëshirës, dikush në volejboll, dikush në tenis, dikush në futboll e kështu me radhë. Sipas mendimit tuaj, si ndihmoi kjo pjesëmarrje në formimin akademik, por edhe personal të këtyre të rinjve, pra të studentëve tanë? Sa i takon formimit akademik, studentët morën dije mbi të rejat e fundit, mbi teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Sigurisht kjo ishte një gjë përtej kapaciteteve të universitetit tonë, ishte e pamundur që ne t'ja përcjellim këto dije. Pra u formuan në këtë aspekt, u formuan mbi aplikimet dhe mënyrën se si këto mjetet të inteligjencës artificiale mund të lehtësojnë jetën e tyre të përditshme apo aspekte të caktuara, por në aspektin personal sigurisht që u bën pjesë e rrjeteve shumë të gjera sociale, ata shkëmbyen kontaktet dhe krijuan miqësi të reja me të rinj bashkëmoshatar të tyre përtej rajonit dhe përtej jetës së tyre të përditshme. Për kë shkojnë falënderimet, të themi, për këtë pjesëmarrje apo aktivitet ndryshe të Universitetit Gjirokas? Po,
Një falenderim shumë të veçantë kam për shoqatën e universiteteve të Evropës Julindor, pra Prasekun, e cila organizoi të gjithë këtë event dhe na pranoi ne si pjesëmarrës në këtë event, por gjithashtu një falenderim shumë të veçantë kam për universitetin, i cili jo vetëm e mbështeti pjesëmarrjen e pedagogëve dhe studentëve, por edhe financoi pjesëmarrjen tonë në këtë aktivitet. Eventi i radhës nga Seku do të mbahet në Armeni. Do të jetë Universiteti Shtetëror i Ekonomisë në Gymri, që do të organizojë konferencën e 14 ndërkombëtare të rinisë dhe shkollën verore 2025 me temën Ekonomia e re, inovatorët që formësojnë të ardhmen. Thirrja për aplikime është hapur dhe padyshim që një tjetër eksperiencë e bukur i pret edhe studentët e Universitetit të Gjirokastrës për një javë gjatë muajit korrik.